Ditën e sotme, Luiz Eli ka postuar lodrat e reja për lunën, dy zogjë push verdh. Shumë komente në rrjet mendojnë se ndër të tjera, ky është dhe reagim kundër gjestit, ndonse për gjithë krahasimet në rrjet prej muajsh, Luizi nuk ka bërë reagime për Big Brother VIP. Luiz Eli, i cili u bë fenomen në Big Brother VIP për lojën e tij strategjike, humorin dhe karizmën unike, vazhdon të mbetet një nga personazhet më të përfolur edhe pas daljes nga formati. Ai arriti të fitojë zemrat e publikut përmes inteligjencës emocionale dhe mënyrës se si krijoi dinamika brenda shtëpisë. Përveç kësaj, Luizi shuhej për aftësinë e tij për të manipuluar situatat në favor të tij, duke përdorur humorin dhe afrimitetin me banorët si armët më të forta. Nga ana tjetër, gjesti erdhi në Big Brother VIP me një qasje krejt ndryshe, duke përdorur provokimin dhe lojën e fortë për të tërhequr vëmendje. Ai shpesh sfidon banorët e tjerë me veprime të guximshme, siç ishte rasti me vezët ndaj Serlos dhe Olës, duke i dhënë një kah tjetër garës. Stili i tij i lojës është më konfrontues, duke krijuar situata të forta dhe duke mos u tërhequr nga përplasjet. Gjesti ka zgjedhur të jetë një personazh i drejt për drejt, që nuk i trembet konflikteve dhe përplasjet me banorët e tjerë i sheh si një mjet për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Ndërsa Luizi u tregua mjeshtër i ndërthurjes së strategjisë me emocionet, duke krijuar një lidhje të fortë me publikun, gjesti është më i paparashikueshëm dhe më i egër në lojën e tij. Publiku duket i ndarë në mendime për të, disa e shohin si një lojtar që sjell dinamika të reja, ndërsa të tjerë mendojnë se po e tepron me sjelljen e tij provokuese. Në fund, ndonse krahasimet mes tyre janë të pashmangshme, Luizi dhe gjesti përfaqësojnë dy lloje të ndryshme lojtarësh, njëri që fitoi me dashuri dhe strategji, tjetri që synon të dominojë përmes provokimit dhe kaosit. Si do të përfundojë loja për gjestin, mbetet për tu parë, por ajo që është e sigurt është se publiku ka gjithmonë fjalën e fundit. Nëse ai do të arrijë të krijojë një lidhje aq të fortë me ndjekësit sa Luizi, apo do të mbetet vetëm një personazh kontroversi këtij edicioni, do të vendoset në javët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!